Mirë, bëhemi gati tani të ndjekim debatin e parë, debatin e skuadrave. Në këtë debat do debatojmë për temën sektori i turizmit mund të zhvillohet dhe pa ndikuar negativisht apo dëmtuar mjedisin. Kjo është tema që do të vëjë në përballje shkollën Themistokli Gërmenji nga Korça dhe shkollën 28 Nëntori nga Shkodra. Dua të falenderoj edhe një herë Jurin, duke qenë se kemi pasur një problem teknik dhe nuk është regjistruar pjesa e parë. E prezantoj edhe një herë për ata që na ndjekin online. Oltiana Rama, drejtoresh ekzekutive e PVN. Glingjet Malli, aktivist i njohur nga të rinjt sigurisht, dhe gjithashtu dhe kandidati këtyre zgjedhjeve. Nuk e themi partinë se nuk duam ta politizojmë, por e rëndësishme është që qëllimi është i mirë, edhe Glingjetin e njohim të gjithë për profilin e tij. Nga ana tjetër dua të falenderoj Enxhi Lipën, e cila është pjesë e Brain Nest Institute, një kompani e re që ka bërë Enxhi, që ka të bëjë pikërisht me projektet, edhe me menaxhimin e tyre dhe se si mund të aplikojmë për projekte të ndryshme, dhe si të përfitojmë fonde që është akoma dhe më rëndësishme, dhe është momenti që t'i japim fjalën atyre që do të bëjnë debat. Duke filluar nga grupi që mbajnë qëndrimin pro 28 Nëntori dhe duke pasuar pastaj nga grupi që mbajnë qëndrimin kundër Themistokli Gërmenji. Suksese nga 1 minutë për secilin maksimalisht. Mund të vazhdoni. Përshëndetje, jam Eralda. Ne mbajmë qëndrimin pro që turizmi mund të ndikohet edhe pa ndikuar negativisht në mjedis. Si ndodh kjo? Ekoturizmi, një model i qëndrueshëm ekonomik dhe mjedisor, i cili integron zhvillimin ekonomik me mbrojtjen e mjedisit, duke sjellë përfitime për bizneset dhe komunitetet vendase, ndërkohë që ruan biodiversitetin. Ky model diversifikon ekonominë rurale duke krijuar vende pune në sektorin turistik. Për shembull, duke përfshirë guide natyrore, akomodim dhe shërbime të tjera lokale. Për më tepër, tarifat e hyrjes dhe fitimet e marra nga ekoturizmi financojnë drejt për drejt menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe mbrojtjen e mjedisit. Dhe kjo krijon stimuj për komunitetet vendase për ruajtjen e habitateve natyrore, pasi mbrojtja e biodiversitetit u garanton atyre përfitime ekonomike të qëndrueshme. Doja të shtoja që sipas World Bank Organization të vitit 2024 në Ugandë, në parkun kombëtar Queen Elizabeth u bë një investim për $3 milion, do morë një përfitim për $69.9 milion. Ne vazhdojmë të theksojmë se ekoturizmi sjell përfitime të konsiderueshme ekonomike dhe nxit mbrojtjen e natyrës. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Megi Shkëmbi, ndonse e vlerësoj mendimin tuaj, unë nuk mbaj të njëjtin qëndrim. Pavarësisht se turizmi mund të ketë potencial për të qenë i qëndrueshëm, në praktik, në fakt, ai ka më tepër pasoja negative se sa janë ato pozitive. Nëse ai nuk udhëhiqet nga një menaxhim i mirëfillt apo edhe nga një drejtim i duhur që duhet jetë. Në përpjekje për të plotësuar kërkesën e lartë për turizëm, e cila është çdo vite më tepër e lartë, atëherë po krijohen resorte, rrugë, edhe hotele të cilat më tepër po e dëmtojnë natyrën dhe biodiversitetin, sesa në të vërtetë po e favorizojnë atë. Po ndërtojnë në zona me biodiversitet të pasur, duke sjellë pasoja katastrofike. Dhe një ndër to është zhdukja e habitateve natyrore, prodhimi i ujrave të ndotura apo dhe konsumimi i tepërt i burimeve natyrore. Në vitin 2024, një program i Kombeve të Bashkuara tregoi se vetëm 8% e emetimeve të gazrave ser është përgjegjës vetë turizmi. Gjithashtu maja Everest është cilësuar ndryshe si plerorja më e lartë në botë. Pavarësisht problemeve strukturore që mund të shkaktohen nga masivizmi i ndërtesave të reja, nuk ka problem që nuk zgjidhet dot nga bashkëveprimi ndërkombëtar. Kemi rastin që të gjitha 193 shtetet e OKB-s kanë nënshkruar kornizën statistikore për matin e çëndrueshmërisë së turizmit, e cila gjë ka quar në hartimin e politikave të harmonizuar ndërmjet shteteve për mbrojtjen e mjedisit dhe të zhvillimin e turizmit. Gjithashtu kemi edhe ndihmët financiare konkrete, siç është ajo që Banka Botërore dhe Armenisë për një shumë $100 milion. Nuk mund të lëmë pa përmendur as konferencën e Tokios, ku vendet më të zhvilluara i premtuan $32 miliard vendeve afrikane, dhe këto nuk janë vetëm mbledhje pa asgjë, ato kanë një ndikim real. Mbas 5 viteve, kur njëjti komision i hetoi, pa që turizmi ishte rritur me 20%, ndërsa mbetërinë ishin ulur me 15%. Pra, nëse ne mund të marrim të dyja, pse mos të kemi edhe çokoladata llakullore?
Përshëndetje, jam Egita Koxha, ju dëgjova me vëmendje, por mendoj që në shkrimi kontratave të shteteve të ndryshme për mbajtjen e një turizmi të qëndrueshëm është totalisht e gabuar. Në vende mjaft të njohura për ne, siç është Venecia, këto kontrata nuk mund të luajnë një rol të madh përderisa këto vende janë tepër të vizituara dhe asnjë kontratë nuk mund të ndalë numrin e madh të njerëzve për të vizituar ata. Pra nëse unë si një person që e pëlqej këtë vend dhe dua ta vizitoj atë, nuk më ndal as kjo kontratë që mund të ruaj edhe normat e qëndrueshme të turizmit. Sipas një studimi të bërë nga UNESCO, tregohen se plazhet apo edhe shtigjet malore, të cilat janë pjesë e këtyre vendeve si UNESCO, shfaqen me një tokë të dëmtuar, shfaqen me një mbulesë bimore të shkatruar dhe kjo ka bërë që dhe ndikimi i tyre të jetë tërësisht negativ. Kështu që patjetër që turizmi mund të ketë dëme serioze për mjedisin dhe të gjitha komunitetet lokale, duke i bërë shpesh dhe banorët të jenë të pakënaqur për zhvillimin e turizmit në këtë mënyrë. Përshëndetje, unë jam Rian Striniqi dhe jam pjesërisht dakord me argumentin tuaj. Megjithatë, turizmi në zonat e mbrojtura nuk i degradon ato. Dhe këtë do e shpjegoj si më poshtë. Të veçantat e zonave të mbrojtura si Butrinti, Thethi, Kunevajini apo Llolumi Vjosa përbëjnë magnetin për tërheqjen e turistëve. Kjo vërtetohet nga një raport i Euronews Albania i vitit 2023, sipas cilit 4.5 milion turistë vizituan zonat e lartë përmendura, nga të cilit u siguruan $622 milion të ardhura, po në njëjtin vit sipas UTTC. Po, lopën nuk mundemi veç ta mielim, duhet të ushqejmë vazhdimisht. Një pjesë të këtyre të ardhurave ne rikthejmë nëpërmjet investimeve në mbrojtjen e biodiversitetit të zonave të mbrojtura. Siç është rasti i Lumit Vjosa, ku investuan $80 milion në vitin 2023, sipas Open News. Pra, nuk mund të themi se të ardhurat që merren nga turizmi përbëhen në ciklin e ekonomisë çrregulluese. Përshëndetje, unë jam Jona, të falenderoj për argumentin që ti solle dhe e vlerësoj atë, por vazhdoj që të mbaj qëndrimin kundër duke theksuar se turizmi, duke u mbështetur edhe nga vende dhe nga aktivitetet të tjera, vazhdojnë që të ndikojnë mjedisin negativisht, sepse në fund të fundit ne nuk mund të ham bukë pa bërthrime. Dhe një shembull që unë do të sjell është pikërisht ai nga Maya Bay në Tajland. Aty është xhiruar një film shumë i famshëm, The Beach, me protagonistin Leonardo DiCaprio, të gjithë ne e njohim, dhe pikërisht xhirimi i këtij filmi në këto territore ka bërë që të zhvillohet shumë turizmi, por rritja e numrit të madh të turistëve dhe anijeve që vinin çdo vit në këtë zonë të Tajlandës, sipas një reviste Natural Global Change në vitin 2018 ka bërë që ndikimi i madh të shfaqet në koralet nënojore, duke bërë që kjo zonë të qëndrojë larg turistëve për një periudhë derisa të shihet përmirësim në koralet nënojore. Pra kjo tregon se ne turizmin mund ta zhvillojmë, por nuk mund të ndalojmë ndikimin. Përshëndetje, jam Edeni. Për sa i përket bukës dhe drimcave, po sikur të kishim një strajc më të mirë. Organizata ndërkombëtare si BE-ja apo Organizata Kombëtare e Turizmit po ndihmon veten në zhvillim që të zbatojnë disa politika më të qëndrueshme. Një rast konkret është projekti që financohet vetë nga BE-ja, që quhet Sustainable Tourism for Development, i cili po ndihmon këto vende për trajnimin e operatorëve lokal, përmirësimin e infrastrukturës ekologjike dhe krijimin e rrëzimeve për turizmin rural. Kemi një shembull më konkret në 2022-shin u krijua parku i Alpeve Kombëtare, i cili është një hapësirë mbi 83.000 hektarë dhe gjithashtu kjo tregoj një integrim në mes diversitetit, mbrojtjes së saj dhe gjithashtu dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Pra, këtu lind natyrisht një pyetje për ju. A nuk është zgjidhja jon ajo që vendet dhe pasojat që kanë, apo duhet ta mbrojmë atë? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Roela, e vlerësoj argumentin tënd, po më vazhdoj të qëndroj kundër. Sa po fole për politikat e qëndrueshme për sa i përket turizmit dhe doja të thoja, kur ti po marr një shembull, shkon në Itali, shkon me bicikletë, shkon me skuter, nuk zgjidh asnjërin nga këto. Ti shkon ose me, le të themi, zgjidhje më tradicionale e kohëve të sotme është me aeroplan. Pikërisht ky udhëtim që ti bën drejt një shteti për të zhvilluar turizmin në atë shteti kërkon ndjekje të karburantëve fosile, të cilat kontribuojnë në rritjen e emetimit të gazrave nga atmosfera. Sipas Universitetit të Queensland, në një studim të vitit 2024, doli në përfundime se turizmi kontribuon në mënyrë efektive në njolljen e karbonit në atmosferë, me rreth 3.7% në vit, le të themi rritje vetëm nga ky sektor. Me një matematikë të thjeshtë mund të kuptoni se me 3.7% në vit për 20 vjet të dyfishuar njolla e karbonit në atmosferë. Një shembull konkret që do t'ju sjellja ishte në vitin 2029, sipas matjeve dhe studimeve të bëra.
Përshëndetje, unë jam Casey. Në lidhje me atë që ju thoni, ne duhet i kushtojmë shumë vëmendje atyre teknologjive të gjelbra, të cilat po luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe në ruajtjen, në paksimin e ndotjes dhe emetimin e gazeve serë, veçanërisht të dioksidit karbonit. Kështu mund themi se implementimi i këtyre teknologjive të gjelbra po përmirëson ndjeshëm cilësinë mjedisore. Dhe këtë e mbështes me një shembull, The Brando në Francë është një resort që përdor sisteme të avancuara të ajrit kondicionuar që vjen nga uji i thellë detit, duke ulur kështu kërkesën për energji me gati 70%. Gjithashtu një tjetër studim i bërë nga revista Clean Technologies në vitin 2019 tregon se vendet më të vizituara kanë arritur të ulin emetimet e dioksidit karbonit me gati 20 deri në 35%. Pra, a nuk është ky një rezultat pozitiv mbi këtë implementim? Përshëndetje, unë quhem Rafael Gërmenji, ju dëgjova me vëmendje të gjitha argumentet tuaja, sidomos argumentin e fundit për pjesën ekologjike dhe më duhet ju kundërshtoj. Nuk mund të kemi një zhvillim të turizmit dhe në të njëjtën kohë të mirëmbajmë një mjedis të pastër, është shumë paradoksale. Dhe në të njëjtën kohë, për ta thënë në mënyrë pak më të ëmbël, nuk mund të bësh një mbledh pa thyrë ca vezë. Njëkohësisht që të përmirësosh turizmin dhe të fitosh ekonomikisht është domosdoshme, dashur apo pa dashur neve ose edhe qeveria që të mos e dëmtojmë mjedisin. Turizmi në Shqipëri zhvillohet nëpërmjet transportit ajror dhe toksor kryesisht, dhe jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Megjithatë, duhet të ndalen kryesisht në transportin ajror për aeroplanet dhe aeroportet. Sipas një studimi të Universitetit të Sydney, 8% e ndotjes vjen nga emetimet e gazeve serë të aeroplaneve, që ndodhen në aeroplanet dhe në aeroporte, pra gazet dioksid karboni dhe monoksid karboni, që është akoma më vdek e prurës. Një tjetër statistik tjetër shumë e rëndësishme është edhe nga një studim tjetër i kryer. Përshëndetje, unë jam Senela Qekaj. E kuptoj atë që ju thoni, po nga ana tjetër bota po vazhdon të zhvillohet çdo ditë më shumë dhe a nuk e merrni pak në mend se inovacioni teknologjik mund të jetë pikërisht ai që mund zgjidh këtë problem për transportin ajror. E ndër të tjera këtu më duhet shtoj edhe se rritja e kërkesës për turizëm të përgjegjshëm sot po i detyron bizneset që të përdorin praktika më të përgjegjshme dhe të gjelbra, duke diversifikuar ekonominë dhe duke krijuar vende të reja pune, sillet ruajtja e burimeve natyrore, ndërgjegjësimi i turistëve, ulja e emetimeve të karbonit, mirëqenia financiare lokale më rëndësishme ndër të gjitha rritja e qëndrueshmërisë. Pra turizmi i përgjegjshëm kështu nuk na del ka si gjuash 2 zogj me një gur, por si gjuash 10 zogj me një gur, sepse këto përfitimet vijnë njëra pas tjetrës. Dhe sipas Flagstaff Business News në 2024-shin, Hekuruta Grand Canyon Railway mori një fond nga SBA për $3.4 milion për të zëvendësuar një nga lokomotivat e saj nga një model dizel në një model me bateri elektrike, duke synuar një përvojë sa më të pastër dhe sa më të qetë për vizitorët. Pra nuk ju duket të jetë dhe ju kështu se turizmi i qëndrueshëm. Përshëndetje, unë jam Eviliana dhe i dëgjova argumentat tuaj, por më duhet ju kundërshtoj. Kjo sepse turizmi në disa destinacione të tilla me burime të kufizuara ujore do të çonte në shfrytëzimin e pakontrolluar të këtyre burimeve. Kjo sepse disa pjesë të industrisë të turizmit, siç janë hoteleria, fushat e golfit apo dhe pishina, kërkojnë sasi të mëdha uji dhe pikërisht kjo sasi uji e shfrytëzuar do të sillte konflikte midis këtyre turistave dhe vendasve. Për ta bërë më të qartë këtë shembull, po ju jap shembullin e njërit prej ishujve të Greqisë, siç është Santorini, i cili ka burime të pakta ujore dhe duke qenë një destinacion turistik tepër i vizituar, kjo çon në përdorimin e tepërt të rezervave ujore. Për të plotësuar këto kërkesa, ai ose importon ujë ose përdor metodën e shkripëzimit të ujit të detit. Por të dyja këto mënyra kanë tepër shpenzime dhe kjo do ta rëndonte ekonominë e këtij vendi. Për t'ju dhënë një shembull tjetër nga Shqipëria. Atëherë kemi një studim të Ministrisë të Mjedisit, e cila thotë se në vende si E përsëri unë besoj se turizmi mund zhvillohet pa ndotur mjedisin, në fakt duke kthyer atë në një nga aleatet më të rëndësishëm të kauzave mjedisore. E gjitha kjo mund të arrihet përmes një menaxhimi të mirë. E gjithë këtë ide na mbështet edhe Organizata Botërore e Turizmit, e cila në një studim të vitit 2023 na thotë se është arritur që të mbrohet biodiversiteti përmes programeve të edukimit të vizitorëve, si dhe programeve të cilat financojnë ruajtjen e mjedisit. Për shembull, një nga shembujt më konkret është ai në Afrikën Lindore, i vitit 2022, por nga një organizatë e cila na thotë se 60% e fitimet marra nga parqet kombëtare në Afrikën Lindore janë kthyer përsëri në formën e investimeve për ruajtjen e specieve në zhdukje. Pra, a nuk është turizmi ai i cili mund të kthehet në një nga aleatet më të rëndësishëm, jo vetëm për ta dëmtuar mjedisin, por për ta ndihmuar atë si nga ana e vendin ekonomike, po ashtu edhe përmes ruajtjes mjedisore. Një zhvillim i këtij sektori kaq të rëndësishëm ekonomik mund të jetë një shtysë shumë e madhe për ne.
Përshëndetje, unë quhem Safet Reshda, e vlerësoj mendimin tuaj, por më duhet të kundërshtoj sepse zhvillimi i turizmit në shumë zona shoqërohet me ndotje akustike dhe ndriçime artificiale, të cilat krijojnë efekte negative si tek njerëzit ashtu edhe tek ekosistemet përreth. Pikërisht sipas një raporti të European Environment Agency, rreth 20% e popullsisë së BE preket nga ndotja akustike, e cila shkakton stres dhe probleme të tjera shëndetësore, por një nga problematikat më kryesore është dhe dëmtimi i ekosistemeve apo i gjallësave, si rrjedhoi ndriçimit artificiale. Dhe një nga shembujt më konkret, këtu mund të marrim breshkat e detit, të cilat për shkak të ndriçimit artificial, ato mbasin orientimin përgjatë migrimit të tyre, dhe kjo sigurisht që ndikon në aktivitetin jetësor të tyre. Gjithashtu, mund të themi që problemet të tilla si ndotja akustike shkaktojnë edhe shumë probleme shëndetësore si probleme psikologjike tek njerëzit, ndërkohë dhe shtrohet pyetja, a mund të quhet i tillë një zhvillim i qëndrueshëm? Përshëndetje, unë quhem Dea. Për ato që sapo ju thatë, pikërisht ne mund të përdorim studimet e terrenit dhe siç përmendën dhe shokët e mi, një menaxhim të qëndrueshëm. Duhet kuptojmë se turizmi dhe mjedisi janë dy linja që shkojnë të harmonizuara së bashku. Në studimin e vitit 2022 në revistën shkencore MDPI theksoi se me rritjen e numrit të turistëve është vërtet që rritet ndotja e ajrit, ama në momentin kur merren masa të ndërgjegjshme nga ana e autoriteteve sa do të zhvillohet sektori, ndotja në fakt bie. Pikërisht këto praktika po i shohim në zbatim në Shqipëri, ku në vitin 2017 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit bëhen bashkë për të reflektuar angazhimin politik të qeverisë për të zhvilluar këto dy sektorë në mënyrë harmonike. Në vitin 2024 përfshihemi në Këshillin Ndërkombëtar për Turizëm të Qëndrueshëm dhe në dhjetor të po atij viti mbahet Konferenca Ndërkombëtare për Turizëm të Qëndrueshëm në Tiranë. Duke shtuar këtu financimet të organizatave ndërkombëtare, teknologjitë e gjelbra, praktika të qëndrueshme nga ana e bizneseve, bashkërendimin ndërkombëtar i politikave dhe të ardhurat turistike që investojnë në qëndrueshmëri, ne i qëndrojmë fort besimit se sektori i turizmit mund të zhvillohet edhe pa dëmtuar mjedisin. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Klevisa, qëndroj kundër argumentave tuaja që tek debatuesja e parë që tha se turizmi nuk ndikon në prishjen e biodiversitetit dhe deri tek ju që thatë se deri në vitin 2017 politikat e tjera për zhvillimin e turizmit nuk e dëmtojnë mjedisin. Mendoni vërtet që turizmi me zhvillimin e madh dhe me zënjen e këtyre hapësirave të gjelbra nuk e dëmton mjedisin dhe nuk i prish habitatet e ekosistemeve të ndryshme? Turizmi global ka ndikuar në ndotjen e mjedisit. Zhvillimi i udhëtimit ajror, transportit ajror, automobilistik, zhvillimi i infrastrukturës ka rritur emetimin e karbonit, shka sjell efektin serë dhe ndryshimet klimatike. Dhe sipas UNESCO-s rezulton që vendet shumë të zhvilluara në turizëm si Maldive, Tuvalu, Seychelles ndikohen drejt për së drejti nga ndryshimet klimatike. Rrisi nivelin e ujit, po ashtu në Australi gura e madhe e koraleve çngjyroset për shkak të ngrohjes së ujit, Alpet në Europë pritet që të rrezikohen nga sporti i skijimit. Mirë, një duar tërkitje për dy skuadra. Si nuk e përmendja si ri aeroportin e Vlorës, është tema aktuale. Dhe unë nesër përpos nuk i dihet çfarë tema do t'i bjerë tani. Kështu që tema do të zgjidhet nga juria. Nuk kanë shenja. Okej. Atëherë, tema është mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. Mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. Kjo është tema. Dea. Ndajmë tani edhe qëndrimi që do të mbajmë dy liderët e skuadrave, Jona dhe Dea. Po ja. Kundër, pro do tjetë Jona. Po, hapë. Mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social.
Bëhemi gati tani për debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Jonën dhe Dean. Për sa i përket temës, mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. Pro do të jetë Jona, kundër është Dea. Sukses e vajza, nga 2 minuta për 4 ndërhyrje në total. Mund të fillojmë. Përshëndetje Dea. Përshëndetje të gjithëve edhe një herë. Atëherë për sa i përket temës, unë do të mbaj qëndrimin pro dhe është një temë të cilën besoj të gjithë, duam apo s'duam ne, e kemi të pranishme në ditën tonë, sepse e keni menduar ndonjëherë se si do të dukej dita jon kur zgjohemi në mëngjes edhe nuk do të hymë në rrjetet tona sociale të preferuara për të parë se çfarë ka ndodhur, si janë zhvilluar ngjarjet, çfarë ka ndodhur me personazhet e famshëm që ne ndjekim, me influencerat të ndryshëm. Pikërisht ne këtu për disa mund të duket sikur ne hym aty dhe varemi nga këto rrjete sociale, por jo domosdoshmërisht, sepse jam shumë e sigurt që në momentin që ne të gjithë mbyllim këto rrjete sociale ose edhe duke qëndruar brenda këtyre rrjeteve sociale, çetojmë me miq tan, me miq që ndoshta i njohim apo nuk i njohim, mund të kemi edhe miq online dhe ne bisedojmë. Si mendon ti për këtë? Çfarë do të bëje ti në rastin se do të ndodhte e njëjta gjë? Pra ne ndajmë këtë vështrimet, mendimet tona, të gjitha këto duke u bazuar në njohurit dhe në të reja që ne marrim në rrjetet sociale, duke krijuar kështu mundësinë për të socializuar me njëri tjetrin. Pastaj tek e fundit ekzistojnë edhe shumë platforma të cilat ne na bëjnë të njihemi me persona jo vetëm brenda Shqipërisë apo brenda qytetit ton, por edhe në shtete të ndryshme. Një shembull që unë dua të sjell është një platformë shqiptare fillimisht dhe më pas do të kaloj tek ato të huaja, është platforma dua.com. Të gjithë besojnë na kanë dalë ato videot e sponsorizuara në rrjetet sociale për dua.com. Jo domosdoshmërisht në momentin që ne fillojmë edhe flasim me një person dhe do të lidhemi, por ama le ta shohim këtë si një mënyrë për që ne të socializohemi me të tjerët, të socializohemi dhe pse jo, të eksplorojmë mbase edhe fusha dhe aspekte të vetes tonë, të karakterit tonë që ndoshta ne nuk i kemi njohur. Janë mënyra këto pra që duke na përballur me situata të ndryshme, me ndodhi të ndryshme, na bëjnë që ne të njihemi, të njohim veten tonë, përveç njohjeve të tjera me persona të tjerë, të njohim veten tonë në aspekte të ndryshme. Një tjetër platformë është edhe platforma Twitter. Është një platformë që jo vetëm të rinjt apo dhe personat e thjeshtë, por është një platformë e përdoret edhe nga shumë lidera botëror. Përshëndetje, unë quhem Dea dhe do të mbështes qëndrimin që mediat sociale në të vërtetë nuk e mprehin aftësinë tonë për të qenë social, sepse tek e fundit, ndërveprim, socializim dhe lidhje është një aftësi e cila mund të zhvillohet vetëm ballë për ballë. Padyshim që ne zgjohemi në mëngjes, përdorim rrjetet sociale dhe në këtë mënyrë zhvillojmë mbase një kontakt me një person dhe njohim se kush është. Po a zhvillon kjo me të vërtetë aftësinë, sepse këtu po flasim për aftësitë tek e fundit. Dhe ndonse rrjetet sociale arrin të bëjnë diçka të tillë, ato nuk arrin kurrë që të marrin pikërisht ato përfitime që ne marrim momentin kur përballemi me dikë tjetër, ku arrim ta njohim atë ballë për ballë, ku arrim të krijojmë një lidhje që edhe përmes gjuhës së trupit zhvillohet më së miri. Dhe këtu nuk duam të flasim pikërisht për videot, sepse është krejtësisht ndryshe marrëdhënia që kanë dy individ mes njëri tjetrit në momentin kur ato takohen dhe në momentin kur kanë kohë që së bashku të reflektojnë. Pjesa kryesore e zhvillimit kognitiv apo mendor të adoleshentëve sot po zhvillohet në mjedisin online. Tani, a është e dëmshme kjo apo a është e mirë? Ne mendojmë se pikërisht kjo gjë është e dëmshme, sepse pikërisht në këtë moment jemi duke qenë shumë të varur nga proceset apo nga bota online, saqë shpesh herë harrojmë të shkëputemi nga ato që mund të jetë procesi i të folurit dhe i të komunikuarit ballë për ballë, sepse tek e fundit të folurit kërkon një proces apo një aftësi të mirë të menduarit kritik. Dhe në momentin kur ti je duke u socializuar dhe duke krijuar lidhje me individin tjetër ballë për ballë, pikërisht je duke vënë në punë trurin tënd për të arritur të koncizuar apo për të arritur të sintetizuar ato mendimet tuaja dhe për të arritur që individi tjetër ty të kuptojë dhe në një mënyrë shumë të shpejtë dhe shumë mund të themi me ato kufizimet e kohës që shpesh herë ti nuk i ke kur je duke shkruar në rrjetet sociale, apo qoftë dhe në komunikimin me video. Pastaj mediat sociale po na bëjnë më të vetmuar, është e vërteta, po na izolojnë. Bota ka ndryshuar. Ne dikur për shembull zgjoheshim në mëngjes, bënim vrap me shokët, ndërsa tani adoleshentët ne zgjohemi dhe me të vërtetë gjëja e parë që kërkojmë është që të marrim atë aprovimin mes atyre lajkeve në rrjetet sociale. Të falenderoj Dea. Gjithashtu unë doja të shtoja tek argumenti im se rrjetet sociale kanë komoditetin që jo gjithmonë ai ofron në një përballje fizike mes personave. Të ka ndodhur ndonjëherë që të jesh në një debat edhe mbase nga gjaktësia të thuash diçka që nëse do të përdorje në rrjetet sociale nuk do e thoje? Të gjithëve na ka ndodhur. Kur kemi shkuar në shtëpi, jemi penduar,
kemi menduar mbase nuk duhet ta thoja diçka të tillë. E pikërisht ne këtë gjë e bëjmë në rrjetet sociale sepse kemi kohën që të mendojmë dhe themi, shiko, se mbase kjo gjuhë nuk është ajo që ne duhet të përdorim dhe pikërisht në këto momente ne jemi pjesë e një përfitimi që marrim nga rrjetet sociale. Gjithashtu, një tjetër platform, Ome.tv, jo vetëm që na ndihmon ne të krijojmë shoqëri, por na ndihmon që të mbajmë edhe ato shoqëri ekzistuese. Të gjithëve na ka ndodhur që një pjesë e shoqërisë tonë të emigrojë për shkak të problemeve ekonomike, për shkak të mundësive më të mira për arsim dhe jam e sigurt që shumica prej nesh kur mendojmë për universitetin, një mundësi jashtë shtetit e konsiderojmë të gjithë. Dhe kjo është një mundësi e cila ne nuk do të na arrijë që të takohemi fizikisht me të gjithë personat, por ne do të na ndihmojnë rrjetet sociale, do të vazhdojmë që të mbajmë këto lidhje sociale me miqtë tanë dhe gjithashtu do të vazhdojmë të integrohemi në një shoqëri. Duke kaluar nga një vend në një vend tjetër, ne njihemi me rrjetet sociale të këtij vendi dhe njihemi me platforma të cilat eksplorojnë talentet tona. Shumë shkolla promovojnë aktivitetet e tyre në sajt e rrjeteve sociale, duke bërë kështu që shumë njerëz, qofshin këta brenda apo jo shkollës, të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve, të ndajnë mendimet e tyre dhe gjithashtu influencerat përdorin mediat sociale, ndihmojnë të ne në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse duke treguar eksperiencat e tyre, duke treguar mbase edhe ndodhitë të tyre të caktuarës, ne arrijmë që të kemi një mënyrë të menduarin ndryshe. Ne marrim shembull nga ata, marrim shembull më të mirë. Do të thoni ju, influencerat na ndikojnë edhe negativisht. Po patjetër, por ama jemi ne ata të cilët zgjedhim se çfarë do të ndjekim. Në momentin kur ne vendosemi në kontakt me një individ tjetër në rrjetet sociale, mbasi jemi më pak të prirur për të bërë gabim. Po tek e fundit, a nuk janë këto gabime që ne bëjmë në jetën e përditshme, që na mundsojmë që ne të mësojmë diçka nga ato dhe të ndërtojmë një komunikim më të mirë me individin tjetër? A nuk është kjo tek e fundit domethënia e krijimit të një marrëdhënie të shëndetshme sociale? Më pas pikërisht to media sociale që ju mendoni se mund të zvoglojnë atë konfliktin apo agresivitetin mes njerëzve, me të vërtetë po rrisin polarizimin për shkak se algoritmet po na servirin vetëm ato pikpamje që na përshtaten ne. Pra ne nuk po shohim shumë pikpamje të ndryshme siç do të shihnim zakonisht. Dhe nuk përpiqemi që të arrijmë më kompromis kur po bëjmë diskutime me të tjerët, pikërisht thelbi i socializimit. Po tashmë ne po marrim vetëm ato pikpamje që na përshtatet botkuptimit ton dhe kësaj tentojmë që të jemi shumë më tepër të polarizuar apo shumë më tepër defensiv në momentin kur ne mbrojmë veten tonë. Për te kësaj, kush fshihet përpas accounteve të influencerave, shpesh herë shohim që është inteligjencë artificiale dhe nuk janë asnjëherë të vërtetë, apo shpesh herë janë persona të cilët dalin aty thjesht që të prezantojnë një agjendë të caktuar pasi mund të jenë të financuar nga kompani të ndryshme apo ndoshta edhe një agjendë politike. Të mos harrojmë këtu që ekziston një komponent shumë surreal në pjesën e mediave sociale. Pra flasim për dy botë të ndryshme, bota fizike, aty ku ne kemi kontaktin konkret siç ka qenë kontakti që është zhvilluar vazhdimisht gjatë historisë së njerëzimit, dhe një botë tjetër e cila më tepër na fut aty në fluskën tonë dhe është pikërisht duke na serviruar çdo gjë që kemi dëshirë. Cyberbullying është një problem tjetër shumë i madh, pasi këtij bullizmi ne nuk mund t'i largohemi, mund t'i largohemi bullizmit fizik, po interneti do të jetë gjithmonë aty dhe gjithmonë rrjetet sociale do të jenë aty. 1 në 4 nxënës janë përballur me cyberbullying sipas Annapolis Police Department. Dhe ky është një shqetësim i madh sepse ul dhe vetbesimin dhe vetbesimi po ashtu është një kriter tjetër i cili na bën të mundur që ne të jemi më social. Krahas kësaj, është shumë e rëndësishme që të theksojmë se varësia nga rrjetet sociale po e bën gjithnjë më vështirë që ne të arrijmë të komunikojmë, të dalim jashtë dhe të lidhemi me njëri tjetrin. Të falenderoj Dea, por më duket sikur për një moment dole nga tema sepse ne nuk po flasim për reklamat apo çfarë bëjnë influencerat, por ne po flasim për aftësitë sociale që ata zhvillojnë dhe ne të gjithë dalim me shoqërinë tonë. Mund të dalim në mëngjes apo mbasdite, po ku i vendosim zakonisht këto vend takime apo orare? Pikërisht në media sociale dhe komunikimi na ka bërë shumë më të lehtë me mediat sociale. Flasim jo vetëm me shoqërinë tonë, por edhe me të afërmit. Gjithashtu, nga mediat sociale ne marrim mësime edukuese, mesazhe, kurse të ndryshme. Pra janë të gjitha këto, madje kanë filluar tashmë edhe në Shqipëri të aplikohen për kurset e gjuhëve të huaja të flasësh ti me një person nga vetë vendi ku ti po mëson këtë gjuhë. Pra të mësosh një gjuhë nga një person i gjuhës nën. Është pikërisht kjo një mundësi që ty ta aftëson jo vetëm në gjuhën e huaj, por ti mëson edhe kulturën, aftësitë sociale me të cilat ti do të përballesh nëse vendos që të shkosh të udhëtosh te ky vend apo vendos të udhëtosh. Pastaj, si do e
mendoje ti faktin ose si do të më shpjegoje faktin që kur dy të rinj takohen për herë të parë, pyetja fillestare është a ke rrjete sociale? Sepse dashur pa dashur, ne nuk mund të jemi 24/7 me një person që ne sapo e kemi takuar dhe dëshirojmë ta njohim, dëshirojmë të krijojmë një lidhje shoqërore apo më tej nuk ka rëndësi. Pastaj diçka tjetër, të gjithëve na ka ndodhur që kalojmë në rrugë ose në shkollë dhe shikojmë një djalë apo një vajzë që na pëlqen. Si i ndjekim në ata, sigurisht në rrjetet sociale, sepse në këtë mënyrë ne gjejmë pikpamjet e tyre. Mediat sociale janë ato të cilat ne në një farë mënyre duam apo s'duam reklamojnë se çfarë ne bëjmë në jetën tonë të përditshme, cilat janë interesat tonë. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të gjithë ne për të njohur me këta persona, për të ditur se si ne mund të përballemi, çfarë mund të bisedojmë, për të gjetur pikat tona të përbashkëta dhe më pas për të parë nëse kjo marrëdhënie shoqërore apo jo, çfarëdo qoftë ajo mund të funksionojë apo jo. Pastaj kemi dhe faqe të cilat promovojnë aktivitete dhe të gjitha këto mendimet kritike, veprimtaritë shumë të mira. Një shembull, është vërtet që mediat sociale po përshpejtojnë krijimin e lidhjes apo iniciimin e lidhjes, ama kur duam që të krijojmë një marrëdhënie, është shumë e vlefshme që ta takojmë individin në jetën reale. Ne mund të përcaktojmë oraret e takimit apo mund të informohemi përmes rrjeteve sociale, por asnjëherë nuk mund të themi që kemi krijuar një marrëdhënie. Tek e fundit, ndryshe është marrëdhënia që ju keni zhvilluar me miq që keni në rrjetet sociale, dhe ndryshe është marrëdhënia shumë më e afërt, që shpeshherë çon dhe në vulnerabilitet apo në respekt reciprok dhe një mirëkuptim që ti nuk e arrin dot përmes rrjeteve sociale. Për të vijuar më tej, është fakti se 51% adoleshentëve komunikojnë në telefon më tepër se sa të ndërveprojnë në rrjetin real. Dhe kjo është një problematikë e madhe, pikërisht për shkakun se ato aftësitë të cilat ne marrim në jetën e përditshme janë shumë të ndryshme nga aftësitë digjitale që ne mund të marrim online. Dopamina dhe serotonina që çliron rrjetet sociale sigurisht në fillim mund të na japin ne atë nxitjen se me të vërtetë po bëjmë diçka të bukur, se me të vërtetë jemi të lumtur, mirë po pas një periudhe kohore kur ne nuk i çlojmë më këto dy hormone, ne shkojmë e kërkojmë atë familiaritetin. Mirë po pikërisht thelbi i të qenit social nuk është që të kërkojmë familiaritet, është pikërisht që të shkojmë drejt atij drejtimi i cili do të na sfidojë me perspektiva të reja. Dhe këto perspektiva të reja, siç e tham, është shumë e vështirë që ne t'i arrijmë t'i marrim përmes rrjeteve sociale. Konkretisht problematikë tjetër janë dhe problemet me imazhin që nxisin shpeshherë rrjetet sociale. Duke ulur vetbesimin, ato bëhen bazë më pas për përkeqësimin në të marrëdhënieve në shoqëri mes njëri tjetrit. Dhe krahas kësaj është humbja e identitetit. Rrjetet sociale po na imponojnë një realitet të caktuar, po njëkohësisht rrjetet sociale po na krijojnë një formë të menduarit të jetë uniform. Pra, ti do të mendosh pikërisht atë gjë që do të shohësh në rrjetet sociale, sepse është kjo gjë e cila ty të mohon atë aftësinë të menduarit në mënyrë kritike dhe të menduarit për veten tënde. Në momentin kur ti nuk ke më aftësinë që të mendosh në mënyrë kritike dhe të analizosh veten tënde, atëherë ti prek funksionin tjetër kryesor ndër veprimit njerëzor, i cili është pikërisht vetdia për identitetin tënd. Të falenderoj Dea, është e vërtetë ajo që ti the, por le të kthehemi pas në kohë, disa vite, atëherë kur ra Covidi. I gjithë bota u ndal. Ne nuk mund të dilnim më me shoqërinë tonë, nuk mund të shkonim në kafe që frekuentojmë gjatë gjithë kohës, por e vetmja mënyrë komunikimi që ne kishim jo vetëm me shoqërinë tonë, por edhe me mjedisin familjar, shkollor, ishin platformat dhe rrjetet sociale. Një shembull është Akademia Pikal, platforma si Zoom, WhatsApp, të cilat ne krijuam grupe. Ishte një formë komunikimi që mbase deri atëherë nuk ishte shumë e përdorur, por që ne na ndihmoi të njihnim veten tonë në pjesën e teknologjisë dhe në rrjetet sociale. Pastaj, nga mediat sociale ne gjithashtu tek faqja Akademia Pikal ne kishim mundësinë që të bashkëvepronim, të krijonim projekte në grup të cilat në periudha të tilla si Covidi apo pandemi, epidemi të ndryshme kur ne na duhet të qëndrojmë në shtëpi, ne nuk kishim komoditetin për të qëndruar bashkë, për të qëndruar në mënyrë fizike dhe për të zhvilluar aftësitë tona sociale në mjedisin fizik, përveç se atij mjedisi informatik, teknologjik dhe rrjeteve sociale. Pastaj, keq informimi është në vetvete thashë them. Thashë themet kanë ekzistuar gjatë gjithë kohës. Ne nuk mund të themi që nuk kanë ekzistuar ndonjëherë thashë themet apo lajmet e reme. Janë të gjitha këto që kanë ekzistuar, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në mjedisin fizik. Jeta është digitalizuar, nuk kemi ku të shkojmë pa përdorimin e teknologjive apo të rrjeteve sociale. Duam apo s'duam ne, shumë biznese vazhdojnë që të reklamohen, shumë shkolla vazhdojnë që aktivitetet e tyre të reklamojnë në mjediset sociale, në rrjetet sociale. Dhe gjitha kjo ka bërë që ne duam apo nuk duam, do t'i përdorim të rrjetet sociale, do t'i përdorim për të integruar. Universitetet të ndryshme bëjnë lajmërimet e tyre në rrjetet sociale për të thënë
ne jemi në këto tema, ne duam që po kërkojmë ndihmën tuaj për të organizuar një konkurs, për të zhvilluar aftësitë tuaja në debat, në të folur publik, qoftë edhe në mjedise fizike, sepse jo të gjithë kanë komunitetin të udhtojnë ndër shteteve për të marrë pjesë në këto aktivitete sociale. Dua të theksoj edhe një herë se ndryshe është pikërisht integrimi përmes rrjeteve sociale dhe informimi, dhe ndryshe është pikërisht momenti kur ti ke aftësinë që në jetën reale ti zbatosh të aftësi konkretisht dhe ti zhvillosh më mirë. Një rastin e Covidit, për shembull, në rastin konkret flasim për një situatë të jashtëzakonshme, flasim për një situatë që nuk ndodh shumë shpesh. Sigurisht që ishte një mënyrë që njerëzit të lidheshin me njëri tjetrin, por unë do t'jap thjesht shembullin e motrës sime, e cila ishte në klasën e parë në atë periudhë, dhe pikërisht ajo sot po vëren shpesh herë probleme, jo vetëm me të nxënin, po njëkohësisht me të socializuarin me miqtë e saj në jetën e vërtetë, atëherë kur mblidhen të luajnë futboll ose volejboll e kështu me radhë. Dhe ma shpreh mua shpesh herë. Dhe këtu menduam shpesh herë se mos mbase vërtet fakti kryesor që çoi te kjo gjë, ishte fakti se ajo po përdorte rrjetet sociale gjatë asaj periudhe dhe në pjesën kryesore të zhvillimit të saj nuk po arrinte të ndërvepronte me miqt. Krahas kësaj, do doja të jepja edhe shembullin e Spanjës, e cila para pak kohësh pati një ndërprerje energjetike. Dhe ne arritëm të kuptonim se pikërisht për shkak të kësaj ndërprerje energjetike njerëzit dolën jashtë, filluan të ndërvepronin me njëri tjetrin, filluan të kërcenin, pra kishte një energji dhe një dinamizëm shoqëror, të cilin ne nuk po e gjejmë sot në komunikimin e përditshëm përmes rrjeteve sociale. Ky dinamizëm pikërisht ka qenë baza gjithmonë e ndërtimit të shoqërive. Dua të shtojmë po ashtu këtu për të bërë dhe sintezën e argumentit, vetmin dhe izolimin që cilën përjetojmë ne për shkak të rrjeteve sociale, për shkak se po përfshihemi në fluskën e një bote që është rrojësisht e ndryshme dhe përdor ligje të tjera për të qeverisur nga bota jonë, faktin që cyberbullying po ndikon më keq se bullizmi, faktin që ne po humbim aftësitë bazike kognitive që ndërtojmë në moshën e adoleshencës për të ndërtuar marrëdhënien me të tjerët përmes formimit të identitetit ton dhe përmes mendimit në mënyrë kritike. Problematikat me imazhin që ndikojnë në vetbesimin e individit dhe janë bazë për vendosjen e marrëdhënieve, dhe njëkohësisht ai keq informimi i cili mund të nxjisë polarizim dhe mund të shkaktojë që dhe në marrëdhëniet dhe sociale të zakonshme ne të kemi problematika në komunikim me njëri tjetrin. Faleminderit. Tani është momenti që juria të mblidhet, të bëjë vlerësimin dhe pas pak të kuptojmë ose të marrim vesh se cila do të jetë skuadra që vazhdon kampionatin kombëtar debatit. Marrim edhe rezultatin dhe të kuptojmë se cila është skuadra që do të vazhdoj kampionatin kombëtar debatit si çerek finaliste e tretë për sa i përket radhës që kemi ndarë. Fjala për ju. Mirë, përshëndetje kështu officially tani. Për sa i përket debatit dua të përgëzoj të dyja skuadrat. Domethënë, unë isha pjesë edhe dje, ndoqa një pjesë të debateve të shkollave tjera dhe realisht e vlerësoj shumë përgatitjen dhe punën që ju keni bërë. Dua t'ju përgëzoj gjithashtu edhe për fatin që domethënë ndihet ajo energjia mirë, bashkëpunimi që keni me njëri tjetrin, serioziteti me cilën e keni marrë këtë eksperiencë. Për sa i përket debateve, për ne në fakt nuk ishte shumë e thjesht, duke qenë se diferencat midis ekipeve ishin le të themi shumë të vogla. Gjithsesi, verdiktin final do t'ja lëm Glingjetit për ta prezantuar. Fjala ime ndoshta do të kapet në disa element, le të themi, të atyre që ne pam. Disa element që ndoshta duhet i kemi parasysh, ndoshta edhe për t'ia përcjellë ekipeve në vitet e tjera që do të vinë edhe shokëve të tjerë që do të vinë po nga shkollat tuaja. Për sa i përket strukturës, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë shumë mirë rolin që ka secili antar. Patjetër që në çdo debat do të ketë debatues në nivel individual, të cilët do të spikasin, edhe do të jenë ata të cilët le të themi lënë një gjurmë apo një imazh të tyrin, por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që debatet zhvillohen në skuadra dhe secili antar i skuadrës ka rolin e tij shumë të rëndësishëm, sidomos personat që e hapin dhe që e mbyllin debatin, kështu që pesha juaj është sigurisht një vlerë e shtuar e gjithë formatit. Gjuha e trupit gjithashtu është shumë e rëndësishme. Intonacioni, mënyra se si i prezantoni debatet, mënyra se si ju i lidhni argumentat, gjithmonë mos harroni temën dhe qasjen për të cilën ju debatoni. Për sa i përket mënyrës se si i përcjellim argumentat, ndoshta keni bërë edhe gjatë trajnimeve, por ndoshta do ja bëj në formë pyetje këtë. Mendoni, domethënë kush është aftësia më e rëndësishme në debat sipas jush? Kush? Gjaftësia, okay.
është një quote që thot një debatues i mirë është një dëgjues shumë i mirë. Dhe këto normalisht pastaj të gjitha këto mendimi kritik, gjaktotësia dhe kjo vjen pas kësaj. Kështu që është shumë e rëndësishme të keni fokusin tek ajo çka thonë jo vetëm kundërshtarët tuaj, por dhe kolegët tuaj dhe shokët tuaj në krah. Nuk dua të zgjatem më shumë, këto ishin në formë sugjerimesh, në formë këshillash. Unë uroj shumë që t'jeni kënaqur edhe ju aq sa jemi kënaqur edhe ne. Patjetër që përgëzoj organizatën Liburnetik edhe gjithë ekipin për punën e mirë që kanë bërë dhe bëjnë çdo vit me të rinjt. Një punë që ndoshta në përditshmërinë nuk i kuptojmë shumë mirë impaktin që ka, por kur kthehemi pas sigurisht edhe në edicionet e kaluara të cilat un kam qenë pjesë, dhe kur i takojmë të rinjt mbasi mbarojnë maturën dhe shumica vijnë në Tiranë për të shkolluar edhe për të vazhduar studimet, është gjithmonë një kënaqësi kur thonë që jemi parë tek debati, kështu që urojmë që shumë prej jush të shikojmë edhe në vazhdim edhe në aktivitete të tjera dhe uroj shumë suksese, gjithashtu edhe zyshave për punën që kanë bërë dhe shkollave në vazhdim, dhe po ja kaloj fjalën kolegëve. Faleminderit. Faleminderit. E nxje lehtësove pjesën time, kështu që unë do t'i bje më shkurt, por vërtet dua t'ju përgëzoj shumë sinqerisht, e thash edhe pa kamera, besoj kam qenë pa kamera, por unë kam qenë pjesë e debateve si trajnuese, si pjesë e jurisë që kur ka filluar, nuk e di sa vite u bën, 8 vite, edhe gjithmonë e përjetoj me emocion këtë fazë sepse e ndjej lodhjen dhe emocionin tuaj, por ndër këto vite po shoh se sa shumë kulturë, debati dhe mendimi kritik vjen brez pas brezi. Kështu që unë dua t'ju përgëzoj për qëndrimin që keni pasur, që e keni reflektuar sot, për qytetarin, për kulturën e debatit, keni qenë të qeshur, keni qenë të qetë, gjakftot, edhe jeni munduar ti përcjellni në mënyrë shumë të këndshme emocionet që ju keni përjetuar, sepse normal do t'i përjetoni emocione dhe kjo është shumë normale. Pjesa e dëgjimit është thelbi, pjesa e ndjekjes së rrjedhës logjike është shumë e rëndësishme. Disa herë keni ndjekur dhe ju përgëzoj, por ka pasur momente kur duhet të ndiqej edhe më mirë nga të dy skuadrat dhe jo vetëm të kapej në mënyrë sipërfaqësore që un jam kundra ndotjes akustike, jam kundra mendimit tënd, duke e theksuar disa herë, por ndonjëherë nuk ka nevojë të thuhet që un jam kundra, por me argumentin dhe të dhënat që ju jepni, audienca e kupton që ju jeni kundra. Më ka pëlqyer fakti nga ana tjetër, po mundohem të kombinoj disa sugjerime me aspektet pozitive. Keni qenë plot me argumenta shtesë, me statistika, me informacione rreth platformave ekzistuese, pra keni pasur një updating shumë të mirë të temave. Ka pasur disa herë përsëritje, por të konsiderueshme, megjithatë juve, sidomos kush do kaloj në fazën tjetër, mundohuni që në mënyrë absolute përsëritjet të anashkalohen, dhe vlerësoj faktin që keni përdorur edhe disa shprehje të vjetra, kur ha buk bëhen therrime, kur thyet vejza, ishin disa. Të dyja skuadrat i kanë përdorur këto shprehje dhe i kanë dhënë një lloj vibe, një lloj atmosfere tjetër gjithë debatit. Kështu që unë po e mbyll me këtu, ju uroj shumë suksese, pavarësisht rezultatit, dhe po ja kaloj fjalën për... Po, jam shumë dakord me ju vajza dhe nuk më duhet ju kundërshtoj. Unë thjesht po jap pikët me një diferencë që thanë dhe parafolset shumë të vogël si diferent. Unë thjesht si diferencë, thjesht do të them që në fazën tjetër kalon shkolla 28 nëntori. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit juris për vlerësimin, faleminderit shkolla e Korçës që erdhët nga një rrugë e largët, sikurse falenderoj edhe shkollën tjetër 28 nëntori për punën e mirë. Vërtet ka qenë një debat që na ka kënaqur padyshim edhe kemi parë kulturën e debatit. Nga 1/10, 8 për mua. 8. Jam çik kështu strikt unë me pikët. Por gjithsesi përpos kësaj vërtet ka qenë një nga debatet më të mira në këtë fazë, për sa i përket kampionatit, kështu që vërtet jam kënaqur. Shumë suksese në vazhdim.